Në orën 11:38 së martës u riap zyrtarisht qarkullimi i automjeteve në segmentin e prekur në zonën e Dragostunjës, duke i dhënë fund bllokimit përkohshëm që kishte krijuar vështirësi për qindra drejtues mjetesh. Segmenti pjesa aksit kombëtar Librazh-Prenjas-Pogradec ishte bërë i pakalueshëm pas dëmtimeve që ndodhen në zonën e njohur si Arrat e Gurrës. Për ne shumë keq ka bërë, ka ndikuar. Kemi ra nga Mogliza, shumë e vështirë, 5 orë, 11 ditë, për gjitha shumë keq ka qenë. E sigurt ishte, 2 kalimse, goxha mirë kishin, po shumë e çako, pa jo asfaltuar. Pas ndërhyrjeve intensive në terren dhe verifikimit të kushteve të sigurisë, autoritetet njoftuan rifillimin e qarkullimit. A ke mirë ishte, policia ishte, gazetar kishte, sigur gjithashtu më vonë, nuk e di. Riapja e këtij aksi rikthen funksionalitetin e plot në një prej arterieve kryesore rrugore të vendit, që lidh Tiranën me Juglindjen dhe me vendet fqinje, duke normalizuar trafikun dhe duke lehtësuar qarkullimin e mallrave.